寄せてく泣きてる場合じゃPërshëndetje dhe mirë se keni ardhur në podcastin më të ri në Shqipëri, në podcastin Shadow Clone. Është një podcast shumë i veçantë i dedikuar tërësisht animeve. Fillimisht do doja shumë t'ju kërkoja një ndjesë të madhe për këtë vonesë të lançimit të këtij episodit parë, por për disa probleme teknike neve nuk mundëm dot ta lançonim më përpara, por ja ku jemi dhe do të jemi së bashku një sezon të plot me të qeshura, me super teori fansash, me kuriozitete si asnjë tjetër që keni dëgjuar dhe me të ftuar shumë special. Do të jeni këtu me mua, me Arlinin, me Mauri, edhe me Eno. Do të jemi këtu të gjithë së bashku dhe do të kemi edhe shumë të ftuar. Por i ftuari i parë për sot është një djalë fantastik, një aktor, një regjisor, është gjithçka bonus më vlla, o prej Shkodre, gjys prej Shkodre, gjys nuk e di prej ka odën, e thot vetë nashi. Përpara jush, Alessio Agjaku. Shiko, do japësh pak edhe me ato të tjerë se po më pëlqente shumë. Do vazhdo. Po dihet ajo. Shiko, e para bërë një gabim të vogël, sepse duhet thoj Lezhën të parën, pastaj Shkodrën. Më ka ta di unë vlla. po prandaj pra ta lau ty që ta flisje, ta A jam i sqaroje ftuar, vetë. duhet ti dish këto. Po mirë më vlla, unë s'flej me ty në shtëpi, nuk jam i familjes Agjaku. Se di. Alessio, mirë se erdhe. Mirë se edhe gjeta. pa çkom në marr vlla si i ftumi i parë. Ore, e di si duket kjo gjëja këtu tani si déjà vu. A thu? Atëherë Alessio, na u vet prezanto pak një herë si fillim. Pyetje shumë e bukur dhe shumë e vështirë. Unë quhem Alessio. Po. Vi atëherë, unë siç e dini dhe ju, për gjithë ato që nuk më njohin, unë jam Alessio, jam një djalë i ri në profesionin e regjisë, e aktrimit, tani po notoj pak edhe në pjesën e televizionit që ore të kemi Ke punë, premisat mira. Kemi punë funditës. Interesante. Po. Alessio, neve bashk kemi folur pak se çfarë është Shadow Clone, edhe ti normalisht e di se për çka ke ardhur, por shikuesit nuk e din. Kështu që fillimisht le të themi se për çfarë do të flasim këtë episod parë. Gati grupi? A jena gati? Jemi gati. Ta flasim me animen e parë të këtij episodi? Pa diskutim. Që baba këtu do flasim për Dragon Ball! Do flasim për Dragon Ballin, por më gjër do të na sqaroj Mauri se çfarë do flasim. Mauri, skena për ty. Domethënë kamera për ty. Faleminderit, mirë se erdhët dhe shpresoj që në të gjithë këtë sezon që do jemi bashkë të kënaqemi dhe të argëtoni sa më shumë, jo vetëm informacionet, por edhe me këta të dy që do bëjnë He më mirë. Çarna. Turbo. Okej. Po. Atëherë, siç e tham, sot në serinë e parë do flasim për Dragon Ballin dhe do të bëjmë një përshkrim, një përmbledhje të shkurtër të edhe autorit, Po. që siç e dim, pra ata të cilët edhe kanë googulluar, është Akira Toriyama. Cili para një viti fatkeqësisht na ndroi Po. jetë. Ai lindi më 5 prill 1955 dhe siç e tha edhe Arlini, fatkeqësisht ndroi jetë vitin e kaluar më 1 mars të 2024-s. Por duhet ta përmendim dhe faktin që pavarësisht se ai ndroi jetë, la pas një Trashëgimi goxha të madhe, kupto? pa diskutim një Ishte trashëgimi robi shumë të ishte shumë madhe. njeri i mirë. Ai e nisi, ai lindi dhe u rrit në Japoni, Po. pati një periudhë rritjeje të vështirë se pasi nuk e gjente do se çfarë donte të bëhesha. Derisa më pas vendosi që të fillonte të merreshte me krijimin e mangave, animeve, krijimin e personazheve shtesë plus në për videolojra, anime të ndryshme. Po. Duke përmendur për shembull videolojra si Dragon Quest, Blue Dragon ose Chrono Trigger. Asionë s'kam lut nga këto. Po thon. Gjitha me dragon fund. Ti jemi të sinqert, po. Po ti çka ke luajti? Unë nuk kam luajtur. Ai me peta. Peta. Okej. Dalloj PlayStation 2. Dëgjoj. Por- Okej, më fal. Po. Jo, po Marak, por do të themi që famën nuk e arriti me Dragon Ballin. Famën si fillim arriti me një manga që më pas u bë anime, që quhet Dr. Slump.
në 1980-ën. 80. Po. Unë Dhe më si pas, qampion. dhe më pas që është bërë edhe anime, më pas mori shumë ide dhe shumë frymëzime nga kjo manga për të krijuar Dragon Ball-ën në 1984-ën. Si manga, jo si anime. okay, si anime manga, po. është nxjerrë shumë më vonë për të gjithë ju që nuk e dini. Mangat janë comic books, janë librat me vizatime ku tregohet një ngjarje, kanë ato Për ato që s'din të lexojnë. Po, normale. E kuptoj. Kjo është, dhe anime më pas është bërë që krijojë një famë të tmerrësisht shumë të madhe. Nuk e di sa për jush e njohin Dr. Slump si anime. O ka qenë një me një gocë të vogël, që më pas është përdor tek Dragon Ball ajo si tip Android, nuk e mbaj mend mirë, domethënë si ka qenë një gocë e vogël me flok blu. Ti bie shkurt. Dr. Slump flet për një shkencëtar shumë të zgjuar, i cili jetonte në një fshat në një qytet pak më provincial dhe kishte arritur një krimtari shumë të madhe, saqë ishte lodhur duke krijuar gjëra të jashtëzakonshme, saqë vendos çfarë të bëj, po bën një vajzë të vogël super të fuqishme. Po, Dr. Gepetto. Dhe ajo bën një anime. vajzë të vogël robot në flok Blu. Leila. E ma ty afër. Leila. Fëti që të kuqa. Po. Me flok Leila dhe me syze. Dhe ajo ishte shumë e fortë dhe Po. e gjithë manga ndjek historinë se si kjo përpiqet të krijojë shoqëri ose bën aventura me fëmijët e tjerë të qytetit. Po. Dhe është shumë gazmore dhe bëhet shumë lidhje edhe me Gokun se edhe ajo ishte shumë naive, por shumë e fortë, njësoj si Goku, naiv por tmerrsisht i fortë. Domethënë aty ka marrë dhe pastaj spuntën logjikisht edhe për këtë Dr. Geron, që krijoi androidët, që më pas u bë saga e androidëve. Toriyama ka marrë goxha inspirime nga filma, nga seriale të ndryshme, jo vetëm brenda Japonisë, por kudo. Flasim Amerikën kryesisht. Flasim për filma nga Amerika kryesisht. Janë bazuar dhe shumë në mitologji, ëh. Domethënë, po. Japonezja, Kinezja, domethënë në mbar botën është bazuar. Nuk është se me vërtet. Është diçka që të ndihmon, do ti duhet bazohesh diku që të krijosh një histori, nuk mund krijohet nga hiçi. Këtë ka ndjekur në të gjitha sezonet që ai ka realizuar, duke nisur me Dragon Ball që ka emrin sezoni, domethënë ne i themi sezon, unë të paktën e titulloj sezon, pa ai është titulli i 6 sezoneve ose varet se sa sezone janë bërë. Të cilat kanë marrë atë, po. Dhe e para është Dragon Ball me 6 sezone, më pas është Dragon Ball Z, që është me 9 sezone dhe kjo besoj është ajo të cilën të gjithë e njohin më së shumti sepse është ajo me cilën ka nisur në Shqipëri, që ka nisur mrapsh, ndërkohë që duhet ta nisë në të parën. As tu shiqyr që e kemi. Ça funksionon parë që të nisë Dragon Ball. Dhe një kuriozitet për këtë, një kuriozitet. A dini arsyen pse është Z, Dragon Ball Z dhe jo thjesht Dragon Ball 2 apo këtë di unë 3? Se ka bë Z në gjithë botën, mashallah, Z, buj. Ka dash tingëllonte çik më mirë Dragon Ball. E ka nisë mrapsh Dragon Ball. Na thuj pse tash se na di që se e morëm. U bë për shkak të një keq kuptimi në transkript. Si keq kuptim? Toriyama e shkruan Dragon Ball 2. Okej, po. Por një nga editorët, a di që po merresh, e lexoj si Z. Edhe që ndisi ai e ka prezanton në bën zën aty më të shkëlqej, kur e prezanton ai, ç'është kjo? Po, titulli. Po ç'a titull unë ta kam shkruar? Po, i ka ra 2 herë me lapse. Shikon që edhe japonezët bëjnë gabime. Po, ky është gabim $1 milion vëlla. Po, që ky gabim u bë një nga ikonat që e përfaqëson këtë si anime, një ndër ikonat më të famshme të saj për gjitha sezonet. Sa ajo është, domethënë, që e ka marrë për 9 sezone. Nuk e di valla, un kam bë gabime gjithë jetën, as i kacidhës kam bë valla. Unë kanë rraf. Mosha gabime. Autori midis editorit, çfarë duke bërë me zën aty? Fiton 1 milion. Hallall. Më pëlqen ajo zëja jote. Gabime që shpërblen. Ja, është diçka komplet e veçantë. Të bëhet një gjë nga out of nowhere, të bëhet një super, një nga gabimet më të suksesshme. Një nga gabimet më të suksesshme. Kështu gabofshim pikërisht. Amin në goja. Dhe vazhdojmë pastaj me Dragon Ball GT me 3 sezone. Preferumja ime.
Vazhdoj me Dragon Ball Super me 5 sezona dhe Dragon Ball Heroes me 1 sezon, Dragon Ball Daima me 1 sezon. Po, kjo e fundit që ka dalë. Dhe të tjera që janë Në proces e sipër. Po, në proces e sipër. Gjithsesi, ne do marrim vetëm disa saga në këtë episod të parë, do marrim disa nga sagat më kryesore, siç është Namek Saga, është Buu Saga, Cell Saga dhe Tournament of Power Po, Saga. që kjo është ndër më të famshmet. Domethënë brezi i ri e njeh të gjithë. Të gjithë Kush shkatroni s'ka Unë do botat. thoja që është ajo e planetit Namek. Dhe ajo e Cell Gjenerata Saga. jonë se tash këto 15 vjeçarët, 16 vjeçarët tash Tek Gjireni janë, tek Ultra Jo, se këto linin me kompjuter sot, çan nuk din. Jam shumë dakord me parafolsin, por duhet ta përmendim dhe faktin që tani ka shumë anime në treg. Anime kjo që duhet ta themi pavarësisht se neve jemi të një brezi tjetër, janë shumë të famshme dhe janë realisht të krijuara në mënyrë të jashtëzakonshme, jo vetëm nga pjesa e animacionit, por dhe nga vetë historia, kështu që besoj se edhe brezi i ri është i çik në mëdyshje se çfarë duhet shohi, duke patur parasysh që këto anime të reja kanë më pak sezone, kanë më pak seri ti e ndjek të gjithë nga fillimi deri në fund, ndërsa kjo ka imagjino deri më tani sa tham. Vetëm njëra kishte kishte maksimumi 9 sezona. Po, 9 sezone më e madhja. Ti këtu çfarë po bënim? Alesa shkon? duhet të pyes, sa i familiarizuar je me animet mik? Të them të drejtën, jam goxha, domethënë ka raste që akoma dhe sot i shikoj, domethënë nuk është se më del edhe shumë koha që të rridh të shikoj pjesën e televizorit, se jam i aktivizuar në shumë gjëra, por që me Dragon Ballin jam shumë familjar. Nice, kur ka qenë. Jo nuk e di domethënë. Ai Dragon Balli që na ka bën neve fëmijë, Ash kishte te Bembengu dhe Çufo, Dragon Ball, Naruto. Po, këto dyja do Kanë më qenë frikë dhe piratët e vegjël, po nuk Mos i hym aty Po, ujrave akoma mos që serinë ta e fut parë. ato. Ne herë prit se kemi Shikon, kohë, kemi sezon. nga që isha dhe nga veriu, domethënë ishte kjo pjesa që shikoje Dragon Ballin edhe shikoje Gokun që ishte i fortë edhe ishte edhe ti shikoj jam nga veriu, jam edhe i fortë. Edhe mendonim që Goku mund të ishte nga ku diu nga Tropoja, Vegeta ishte nga Laçi. Po, përveç, domethënë do ta shohim se sa fan si Dragon Ballit je më vonë. Kemi një quiz në fund. Kuicën ja 2 pyetje kështu speciale që as këto si din, ai di Hajde që testom vetëm nëse baba jo këto. mrill. Që baba. Kjo kocka këto, një tonë. Mirë. Ose do shifemi prap pastaj. Do të qis bojën sot, nuk shpëtonte. Përveç pjesës domethënë, okay, e bukur, e mirë, mesazhe dua të di. Domethënë, kur ke qenë fëmijë, ke marr shkurtimisht domethënë, sepse një ndër mesazhet mendoj unë që kam marrë që mund ta kem kuptuar dhe në atë kohë. Jo siç e kuptoj sot. Normale. Mund të ketë qenë moment, domethënë është një nga gjërat e zhbashkëpunimit. Po. Që kanë ato midis njëri tjetrit. Ose mënyra se si momenti kur Goku kërkonte ndihmën e gjithë botës edhe thoshte më jepni energjinë tuaj dhe ne të gjithë si fëmijë ishim kështu lart. Kena ngrit duart, vëlla, nuk e ke ide. E dinim që realisht ajo çfarë ne po shikonim nuk ishte e vërtet. Jemi realist për këtë, por prapë ne ngrinim duart edhe unë isha një nga ato fëmijët që edhe mbasi ai thoshte që boll se s'du më, unë thosha na merr edhe çik. Se kam sta dush për të. Edhe për pjesën më fal shumë që po ndërpres edhe për pjesën që forca nuk është gjithçka. Ka qenë një ndër gjëra domethënë që mendoj unë që edhe në atë kohë i kam kuptuar. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Okej, ne do të shkputemi për pak sekonda, një hapësirë shumë e vogël publicitare, edhe do kthehemi përsëri me pjesën e dytë. Mos u largoni se jemi këtu. Dakor? Shihemi pastaj. Shadow Clone. Shadow Clone. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Si në shtëpi tuaj. Ore ti, po ti je i shtëpisë. Jo, ai si shpituj. Po ky. Mos i hiq një kpucët, majni. Urdhro. Okej. Mos u allakasni grupin, ju lutem. Mirë. Mauri na ilumino se çfarë do bëjmë në shtinën pjesën e dytë këtij podcasti fenomenal. Jepi dum. Instrumental. Tjetër me kënaqësi. Atëherë, tani në pjesën e dytë kemi ndërmend që të hym pak më në
thelli, pak më në detaje të gjithë kësaj anime legjendare, duke për një përmbledhje shumë të shkurtër të vet animes dhe duke folur pastaj për sezonet më të rëndësishme të saj, të cilët I përmendëm dhe në pjesën e parë, dhe do japim disa nga kuriozitetet dhe madje disa nga teoritë më interesante, do e thoja unë, disa nga teoritë më konspirative, më ku ta di unë, nuk di. Po, që janë të famshme. Mendojeni dhe jepini vetë një opinion tuaj mbi këto teori. Si fillim, kjo si anime është pjesë e zhanreve aventur, fantazi, komedi dhe arte marciale. Një çik horror. Se ku e pa horrorin ky sot. Po, None. ku isha 10 vjeç si unë date Friza në dysh nga Goku Super Saiyan, dyshi e shivje ti. Po ishim vegjël e thoshim Gamor, Nishi, Nishi, që është për këtë dyshi. tek dy, oh? Po për të Nishi. Nuk e ke pa serin ti se ka drejtë. Po. Okej. Mos të hallakasemi. Jepi, Mauri. Mau. Okej. Atëherë kjo anime flet për një djalë të vogël që quhet Son Goku, I cili është shumë I fuqishëm dhe jeton është gjendur që në foshnje nga një, do thënë një mjeshtër e arteve marciale që quheshe Gohan. pa mjeshtër Gohan, një plak I keq që jetot në pyll. Por që për çudinë të gjithëve, ai kishte një ndër sferat e dragojit, ato me 4 yje. Dhe kjo është arsyeja pse sa herë që ne shikojmë Gokun, ai ka ose shoqërohet gjithmonë me sferën me 4 yje. Po, edhe siglat gjithmonë kanë në qendër atë sferën me 4 yje për shkak të afrimitetit, domethënë nga që I gjyshi. Goku Po, ka me mjeshtër Gohan. Gohan. Me gjyshin e vet teknikisht. Po, ai e rriti. Dhe një ditë të zakonshme teksa Goku ishte duke bërë punët e tij, duke mbledhur dru, duke bërë çfarë kishte për të bërë, I vjen një makinë përpara dhe deshë për plas, deshë vret. 63, Po Zo Goku klas, duke qenë darro. Goku shumë I fuqishëm, e kap atë makinën e ngretë. Edhe E ngriti kështu Jo, në orë pa herë është ka pjesë poshtë. tjetër, është anime tjetër, mos e ngatro. Okej. Vetëm kur na del gjeni kush Bulma. Del Bulma. Na Del. del Bulma. Ku shkonte ajo me makinë? Ha? E dinin në shtëpi ku ishte? Oje të ditë më thotë. Atë se mlidhte perenia lart ta mlidhte dona dhe baba. erdhën Ajo ishte në literalizota kërkim, në kërkim të 7 sferave të dragojit dhe kishte krijuar një pajisje të vogël I cila arrinte t'i gjurmonte ato. Dhe kjo pajisje Radari. drejton atë drejt Gokut, I cili e merr kur e kupton se çfarë Bulma ishte duke kërkuar në fakt dhe e drejton drejt shtëpisë së tij. Dhe aty fillon njohja e Gokut bashkë me Bulmën dhe historia se si fillojnë dhe aventurat e mëdha dhe të jashtëzakonshme të tij, të dyve ata, bashkë me të gjithë ekuipazhin që vjen nga mbrapa. Është. Po, Jepi se po dëgjoj me vëmendje shumë unë tyna. Jepi. Është dhe një pjesë interesante. Jepi si jemi të gjithë këtu. Po, flit. Po, edhe vetëm mund të shikosh vetëm ne jemi të gjithë. Yeah. Reagoni më njerëz, reagoni se po tregoj këtë, nuk është se po bëj leksion. E pra eno Turbo. Turbo. Goku ka Okej. qenë danos që I vogël kur është pjesa që I del Bulma dhe e provokon në thonjza dhe Goku që agërcet tek shpu. Pusho. Dhe e bukur është I kuriozitet vlla Çun me sedër pra. Po pra, Po e shifsha para ca ditësh, domethënë doli një Reels në Instagram që domethënë ai s'ja kishte haberi, domethënë ai ishte çunë gocë. Ishte një moment me Krilinin. Po. Duke bociçin, domethënë në liçen. Edhe po e pyeste domethënë si e kupton domethënë kur je goca apo çunë. Se ai s'ja kishte ide, domethënë. Edhe ja shpjegon Krilini. Okay, Krilin, tani e kuptova që ti je çunë. Që kemi njësoj, vëlla. Shqyr tha që nuk krijova ndjenja. Dhe thuj pastaj s'ka zhan horrori këtu, mren Goka. Çisa horror ishte, të marrin për femër, mjekra këtu. Okej. Ka që maksimumi 10 vjeç. Okej, nuk S'ka gjë. Kishte as push. po ha. Kishte sedrën e madhe të paktën. Okej. Okej. Por le të përmendim domethënë një nga detajet, një kuriozitet që Akira Toriyama e ka shprehur ose e ka ndarë me fansat që idenë për 7 sferat e ka marrë nga një ndër novelat më të famshme të literaturës japoneze, Okej. Që është? që On- është Nanso Satomi Hakenden. Çfarë na shave ti tash apo? Se Shikos të unë tiki. se gëllcet mikrofoni. Turbo. Po kjo Satomi kështu.
është thjesht titulli. Mirë. Titull. E sa po e S'është na jemi. përmenda, A, kujt pra, qetësoni, më qetësoni. Pini çikuj. Jo më vlla s'du mas Asi gjë, jam Pini me ujë, dietë. pini ujë. skemi Uj, thot. Na kishte se ndaj çaja. Do shajti? Çaj. Hajde. Okej, do Ideja është këto novela flet për një gjerdan, për që ndahet. po, Ndahet tash që në po. në 8 pjesë në përvende të ndryshme. Mhm. Në fakt ato ka shumë interpretime të ndryshme, por besoj se interpretimin më të saktë dhe më të vërtet të saj e jep dikush që e ka studiuar literaturën, Normale. sepse kam dëgjuar shumë teori të ndryshme se si shpjegohet kjo. Në një vend kam lexuar që ato janë 8 qenë, në një vend tjetër kam lexuar që ato janë 8 luftëtar që kanë qenë pjesë e një shpirti. Është çështje pasaj këndvështrimesh dhe interpretimesh besoj Po, por ideja është domethënë pavarësisht këtyre detajeve, një gjë është e sigurt, janë 8 shpirtra të ndarë në përvende të ndryshme, të gjithë kanë qenë pjesë e një të tëre dhe i tërish një forcë e pashpjegueshme drejt një vendi të njëjtë. Po, e kuptoj. Për të bashkuar dhe një herë dhe për të luftuar për ato të cilën nuk arritën dot të arrinin para se të ndaheshin. Po, besoj se Tori i ndjer e ka bë, domethënë 7 sfera për të mos ta kap copyrighti. Pa. Gjithë, ka thonë si ta ndryshoj unë këtë. Opa -1. Direkt. Ka kapat e shpirti më gjytërym, kuptoj ka heq atë. Dil jashtë. Kuptoj, edhe opa 7. Diskriminim ndaj shpirtrave. Nuk po. Ai shpirti kërkon ende dhe kësaj dite të bashkohet. Kërkon punë. Kjo është për 7 sferat e dragorit, por duhet të përmendim që ai nuk ka marrë vetëm nga kjo inspirim për ta krijuar Dragon Ballin, por edhe nga një novel tjetër gjithashtu, por kjo nuk është japoneze, kjo është kineze, është nga Kina. Sa hajdut pas ka qenë ky më? Po më kap e merr ka gjesh. Kineze? Shqyr që s'na ka marrë dhe Skënderbeu një vektej. Japonez. Japonez po japonez. Japoneze sa apo jo? Nëse mund ta shikoni dhe ta googloni, do vini re që Goku ngjan shumë me personazhin kryesor të kësaj historie. Apo mitologjisë Son kineze, Son Wukong, po. Me Son Wukongun. Me Son Wukongun Ka ngjashmëri shumë të por madhe edhe tek me pjesa emrin e që pas ka bishtit. I çik fare. Rez. Son Goku. Jam kurioz, domethënë ti je Alessio i familiarizuar domethënë do pak me mitologjinë japoneze, kineze, më shumë aziatike le të themi. Nuk kërse kam ndonjë, domethënë më pëlqen, domethënë marr sa e kam ndjekur unë, nuk kërse i kam hyrë thellë kërkimeve Po, normale se nuk për është atë lloj historie, por që më pëlqen vetëm diçka që ka për pjesën fut shumë pjesën e shpirtrave, pjesën e kafshëve, më kanë pëlqyer gjithmonë pjesa e arteve marciale, gjithmonë të gjithë e kemi ndjekur ne këtu vetëm nga artet marciale, të gjithë kemi dashur që gjithë një kemi ditë thy bëjmë kung qafa, fu. me dur. kush ka pas vlla më të vogël kupton mirë ai shkretit që ka hej se bëj praktika me atë E të bukur shtëpia. është një fakt interesant. Unë kur kam qenë fëmijë, një nga inspirime, domethënë, kjo vjen edhe pak edhe nga Goku, nga Dragon Balli. Unë kam bërë dhe kung fu i vogël. Shkoja në serviti kung fuje. Jo, realisht. Seriozisht e ke? Tu pa Gogun që thy 300 rasa dhe ti aty pse si thyu 300 rasa. Jo, po ta shikosh, kam akoma një gung këtu si kisha me kokë kështu për t'i thyer. Shqyr që s'ma dha Zoti, thoja haj se tashi do fluturoj. E kam provu unë atë pjesë. Jom gjitë tek tema dhe jom merr. Kujtoj se do mbite reja. Po jo, ishte në tokë. Pra ne e kështu si qetë. Po, ai mësoi diçka. Po. Që kur ra, ka qenë ajo Goku që Instant transmission, po. nga pema pa vetë në spital. E mësoi gjë. Pa. Direkte. Okej. Unë them ta kalojmë pak domethënë një gjë që ndoshta mund të jetë më me interes për shikuesit. Unë them ta fillojmë direkte me sagat, si mendoni? Po, në sezonet më të rëndësishme, ato Ti që përmbledhim, domethënë në mënyrën do t'i përmbledhim në mënyrën më esenciale të mundshme, sepse normalisht edhe minutazhi nuk na lejon që të flasim shumë gjërë për secilin, sepse janë pafund. Unë them që ta nisem me të parën. Jo ti Atë që nisem e me njohim, dytën. me atë që e njohim të gjithë shumë, po, me atë të planetit Namek. me planetin Namek, i cili është Me- ndër sagat e Po. para që sagat e para. Po, le ta themi kështu, domethënë saga e parë që ka bërë një bujë jashtëzakonisht fort. Dolën
Aty janë ndërbuç. Vegeta, domethënë që mbas si kishte ardhur në Vegeta tokë. ka shumë informacion, Unë, nuk e di, domethënë Thash se do thoje çuditeni. për Vegetën kam mbaru. Jam kurioz, para se të fillojmë. Me kë je tifoz? Përveç se me çaka Shkodra Alaçi, domethënë tifoz futboll, me kë je tifoz në Dragon Ball? Dihet që gjithmonë unë do jem me Gokun, edhe shiko, Nuk ishte kujn, ishte shtis kjo shiko. e para që ta dish, unë jam shumë tifoz i Gokut, domethënë edhe si personazh, le ta themi kryesor, por që unë aq tifoz jam sa te Chelsea-t e mia. Unë kam Goku në vogël. Sa cute! Unë për vete jam tim Vegeta vlla. Domethënë, ai Shiko. shkreti Vegeta, mas sa më menun që e kam pa 25 vjet, Vetëm është rraf. që kur që tru nga Goku. Pritja këtë një përgjigje tipike. Meriau, Meriau. gjithmonë do jesh numri 2. Se njishi ja ku është. Ja Maria. Me që na folë si Tiranës shpar. On Tiranë, si jam Martina, po Lena më Me breka. dokumenta madje. Ashtu. Me fermon ka pashaj. Na shajti këtu. Okej. Okej, çuna, e kalojmë të merremi me animen, ju lutem. Po. Saga Namek. Është siç e tham, domthonë saga e parë më saktë që bëri një bujë shumë të madhe. Doli Vegeta, fillon këto side karakterët, Dodoria, Zarbo, domethënë krahët e djathtë majt Freezës. Po, ka qenë edhe skuadra Ginyu. Po, që ishte Legjendar. ajo ishte. super episode ata. Po, po Gjyshat. do ta përmendim që tu do vim tek një nga teoritë më interesante që hasa kur Okej. për kërkoja, që kanë bërë fansat, është se e gjithë saga e planetit Namek erdhi për shkak të bulmës. Si për shkak të bulmës. Po, Do me bo kur bulmën. mbaron personazh sezoni i parë Dragon Ball me 6 sezone, domethënë Po. gjithsej qashtu. Arrin të gjithë personazhet arrin që më në fund të mbledhin këto 7 sferat Po. dhe del Shenroni dhe do zgjedhin një person që do ta shpreh dëshirën. Dhe normalisht është Bulma ajo që do ta shpreh dhe gjeni do se cila ishte dëshira që shpreh Bulma. Hej. Sa bukur në sikron. Okej, kush ishte se Të kishte të dashurin perfekt, të dashurin më të mirë, më të jashtëzakonshëm që ta donte, Femrat, ta respektonte. Femrat plak, woman. Po Woman. legët s'kishte që donte se i kishte. Shiko. Sigurisht s'kishte që donte se i kishte, për bukurinë kishte legët e bënte vetëm të bukur kur donte. mau. Ok. Tani gjoj një ai aty i dashuri perfekt. Nuk e pse se boni me Gokun, po e boni me Vegetën. Po Me Vegetën. Ha. Me Vegetën Me- e boni. Jo, nga kjo del teoria e fansave që thon për shkak se Bulma shprehu këtë dëshirë, Jança doli jashtë Janë ça vetëm vdes. Jashtë- Ky është qëllimi i jashtë tij. kornizës dhe futet Vegeta, ndërkohë që Vetoriyama ka thënë që Vegeta për mua ka qenë një personazh negativ që nuk do zgjaste. Ishte vetëm sa për atë sezon dhe aty mbyllej. E shef. Të shef zoti. E shef. valla. Dalje me të pa. Por pa që fansat thjesht u dashuruan pas tij. Normale. Thjesht u dashuruan dhe kjo gjë e detyroi ato, e ka thënë Troç, më detyroi që ta mbaja si personazh dhe të krijoja një personazh akoma dhe më të keq, akoma dhe më të fuqishëm se Vegeta Vegeta vetë, po. për ta suportuar atë. Atë edhe këtu del Friza. Po, që edhe për atë Si inspirimin shpirti për ta krijuar e ka marrë për njërit për editorëve të tij. Të editorëve. Po, Ka qenë një editorëve të editor si tij. Sa Friza? kopion ka ky ma, ka bën e gjo vet ky apo? Gjitha i Gjitha pas të ka morme. bërë. Që e bëhet kështu. Po e bukur e Pas ka kësaj pas është. lig fara të editorëve. Ore un pres sezonin Shiko. tjetër na fusi Skënderbeun. Yu Kondo, emri i editorit ka qenë Yu Kondo. Se më gjajti me i profesorin ton të Dhe famshëm. pastaj- Çunat e di për kë po flasë. Dhe i gjithë idenë e ushtrisë së tij, kjo është një tjetër teori që e ka shprehur dhe vetë Toriyama, ka thënë që e ka marrë idenë e skuadrës së madhe, Ginyu kryesisht, madje dhe ushtrisë së tij dhe idesë që shkojnë sulmojnë një planet nga këto që merren me shitje blerje tokash. Shitje blerje tokë. Nga agjensi imobiliare. Nga Me agjensi- dokumenta. Me dokumenta nga pra. agjensitë imobiliare në Japoninë e asaj kohe, sepse shkonin
gjeni një tokë ose një shtëpi, e merrnin si e merrnin në atë periudhë. Po, me të Dhe e grafisme. shisnin sipas interesave të tyre se përdornin siç u leverdista atyre. Ka qenë Njëjtën gjë frikshëm. bënte edhe Friza bashkë me skuadrën e tij, kryesisht. Po, Ginju që i dërgote, pushtonin planetin. Pushtonin dhe përdorin planetë si ose i bazë. shkatronin ose i kthenin në Ose i përbaza shisnin. ose bënin çfarë të donin ata. Po, logjike, më burr me Friza, më dihet. Friza, më. Me 7 forma, 8 forma. Po, për shiko, se këtu më falni. Është edhe merret së puntoja e parë që Gohani do kalonte, domethënë personazh kryesor, sepse llogaritë ai e arrin të mundi, domethënë tërbimi i atit arrin të mundi Frizën Stage 2, versioni me brir. Nëse mbani mend. Po, Domethënë patjetër. dhe versioni me brir ishte po i njëjti që përdorte King Frosty. Do thënë babai i Po. Frizës Frizës. për domethënë drejtu të gjithë ushtrinë. Do dhe i gjithë mbretërinë e vet. Dhe nuk ishte gjë e vogël, Gohani ka qenë fëmijë fare atëherë. Edhe Do fakti thënë, që kaloi. Shko, po. ai duhet llogaritë edhe kjo që ishte djali i Okej, Gogut. sa janë, po, ishte kjo. Ishte Saiyan, domethënë është si puna po e marr do e bastardoj çik. Puna e telefonave duhet bëj upgrade, domethënë dije që ai do ishte më i mirë. A kupto, nuk Djali i Shiko, personazhit për po- kryesor, si do mund ikësh ti? ishte S'ka lidhje, kupton Po. sepse gjithmonë mos ta arrijmë këtë faktin që më vonë ngeli prap Vegeta dhe Goku personazhet kryesor. Kjo ishte prap Dhe dalim tek degraduar. ajo Po. që tham po prap me Vegetën që vet krijuesi Toriyama e pa Po. se sa shumë u pëlqen ato si personazhe Po, dhe vendosi që ti mbante. normale. Dhe fëmijët e tyre morën skenën shumë më vonë. Po. Por nuk është se u lam në hija. Normale. Ato gjatë gjithë kohës kanë qenë shumë të rëndësishëm, shumë të pjesë e skenës, kanë Gohani- pasur ai shumë screen time. ka përdorur një strategji që domethënë momentin që u kuptonte që shiko, u bot çike bajhatshme që ti vetëm këto dy fuste dhe personazhet e tjerë. normale. Po, Kështu që në këtë anë ka qenë çik strateg nuk vidhte. Jo, E kishte vetë. E këtu ishte të vetën. Këtu ishte i qut vete. Tu ishte Danoç, këtu Po. nuk bote. Pastaj shiko se Gohani mori super forcë dhe super vëmendje në Busaga më vonë. Më sakt, jo në Busaga, gabimi im është në Cell Saga. Në Po. Cell Saga Cell që Saga, gjysma domethënë- kanë qajt ku ka vdekur. Po, Po. Qa thua ishte sakrifica Sa më e kemi bukur në qejf. historinë e sakrificave. Nëse ideja është domethënë tek planeti Namek ne fillojmë të krijojmë një ide edhe mbi Frizën, mbi fuqitë e reja që dalin. New villain, Po, domethënë. New Villain gjatë The, gjithë the kohës. first boss gjithmonë që digjet nga personazhi Po, kryesor. po, gjithmonë. Dhe gjithashtu, nëpërmjet planetit Namek ne kuptojmë dhe backstory-n e Piccolos. Më saktë të Kamit që më vonë u nda dhe u bë Kami dhe Piccolo. Babai i në vërtet fakt i ishte pak e Gohanit. çuditshme për mua që zoti i planetit Tok ka qenë Një një Namekian. Namekian. Domethënë, kjo Nuk është, këtu ndërkohë. domethënë, këtu Jo bëj vetëm nuk me në këtu. nuk bëj dot një lidhje, domethënë, na komentoni ju, domethënë na jepni ato sugjerimet apo Mendimet e idetë juaja. tuaja, mendimet tuaja, domethënë si ka mundësi që kur ishte Goku i vogël, më kupton, qëndeshin sferat si dreqin, ndërkohë që Kami erdhi shumë më vonë në tokë. Domethënë në episodet e më vonshme treguaj që Kami vjen në tokë, me sa e mbaj mend unë nëse s'gaboj, dhe aty u zhvillu, domethënë ishte mbreti Piccolo në fillim. Emri i vërtet i Po. Kamit. Më vonë pastaj u bë Kami, që u bë ndarja. Kur u bën ndarja që Po. doli Piccolo dhe ky. Domethënë, këtu nuk bëj një Kësaj- lidhje, tash kësaj ona e ka gjë- futori ose unë si kam pa ato episode. Ose ai pas ka pi çik. Ichigo je. Po. Një avantazh që ka, domethënë Dragon Ball është imagjinata e shfrenuar. Mirë, Dhe okay, jo po vetëm, karakter, jo do ketë se vetëm. Çdo s'do. logjik është pa jo pa sens, por që domethënë ajo lidhja pa sens ka sensin e vet. Po. Shiko, Po. ai ka lënë edhe diçka tjetër sepse ideja që ndron që përveç
anës vizuale që ti duhet ta shikosh, ore, okay, është kjo pyetje që ti sapo bëre, edhe ti duhet të kontrollosh dhe të informohesh për pjesën e Dragon Ballit. Normale. Kështu që jo çdo lloj gjëje ti mund ta shikosh, duhet edhe ta lexosh. Absolutisht, po unë nuk jam fan si mangave, por më prishin, më bëjnë spoiler dhe domethënë unë nuk e shijoj dot një lloj po e dita se çfarë do ndodhi. Prandaj unë nuk i lexoj kurr mangat. Më mirë le të pres se sa unë për veten time kam lexuar shumë manga, jam shumë fan se tyre dhe më duhet janë shumë të bukura, por Jo, më duhet ta them, mangat janë njësoj si librat që ne lexojmë para se të bëhen filma. mirë. Ajo është Okej. aty ka aq shumë detaje, sa aty ta shpjegon të gjithë historinë, Po. gjë të cilat gjatë pjesës së editimit dhe montazhit hiqen. Normale. Dhe ti humbet dhe pastaj janë këto bëshllojqet ose po e them unë bëshllojqe ose këto pikpyetjet. Që Po, edhe pse kjo ndoshta ndodhi ndikon kjo? dhe për kësajt. Ndoshta është e vërtetë, domethënë. Unë për veten po dalim pak jashtë kësaj, tani që po lexoj mangën e One Piece-it dhe po shikoj serit, jam diku këtu, pse s'është kjo? Po, aty ta prish gjithë qefin. Nëse, se dolim që kësi shumë jashtë temës. Kthehemi këtu, të Domethënë, Dragon Ball. okej, unë Gohanin e kam pas shumë qef i vogël, shumë qef, doja të ishte ai personazhi kryesor më Si e vonë kishe dhe qef? in the way Sas. në mënyrën si është, ashtu siç është vetvetja, që si e kam qef. Okej, jepi. Për mu me verë, si për... dhe më ka pëlqyer shumë, kur është bërë, domethënë i është dhënë një vëmendje shumë e madhe te Cell Saga. Edhe një kureshtë tjetër për mua. Nuk e di prap a jam i sakt, po kam përshtypjen nuk gaboj. Që Gohani ka qenë Super Saiyani niveli 2 i parë që ka dalë. Pra para Gohanit, para Gokut ka qenë Gohani. Nuk e di fix, por kam përshtypjen se jam i sakt. Sepse ai e transformon veten në nivel të dytë momentin që i gjuan Cellit me Kamehamehan. Pra, e ka qenë fillim, mëse tash e ngatrova. E ka qenë fillim, kur lufton, fillon e nxehet herën e parë. Janë episode Dhe është ai momenti i Zogut. Kupton që është ajo shigjeta që më vonë është te filmi Gohani që bëhet Beast Mode. Është ajo shigjeta e kuqe që transformohet komplet ai që shkatron Celli androidin 16 që i shtyp kokën. Po Që aty fillon del komplet Fury nga out of nowhere. Është super moment. Nuk ka fans të Gohani që atë moment se ka dasht. Asnjëri. Unë s'jam fan si Go. Ti e ka të më vlla. Unë jam Broly. Unë jam baba këtu, Unë kështu që kam qenë dhe vazhdoj të jem shumë fan se Trunksit dhe adhuroj GT-n. Dil jashtë. E adhuroj GT-n sepse është, nuk e di domethënë Goku, Trunksi edhe Perla. Tresha ideale, nuk e di. Pa hika, te GT-ja ka qenë gjithë ato luftra, gjithë Wow, kanë dhënë shpirt të gjitha në lojë, por woman. Tek Cell Saga, domethënë ka shumë mesazhe të forta. Ka shumë mesazhe të forta. Domethënë një ndër to është se si është një luftë e brendshme. Gohani ka një luftë të brendshme midis asaj të cilët e kanë në gen, pra një racë luftëtarësh që gjatë gjithë kohës kërkojnë luftë, lavdi dhe në një natyrë njerëzore që ai do të jetë një person i thjesht, një jetë normale. Por mos harrojmë që këtu ka ndikim shumë të madh dhe Kiki. Domethënë po të mos ishte ajo jep atë balancën mendoj. Po. Ka balancë Kiki historikisht të lidhte zhivën, nuk besoj që ajo e ka domethënë autori e ka marrë domethënë Kikin që është nga Shqipëria domethënë se një gjë që u bonte të nxirrte ato shkopin edhe je i forti. edhe Goku s'ja dilte dot. Po. Pra i vetmi krijesë në planet që e kishte frikë. Vetëm ajo mund ta arrifte. O Vegeta ku je, thoshte, o Frieza ku jeni? Dil në njoni ta luftoj. Dhe është, domethënë, shumë e bukur se si në më vonë në Buu Saga e kanë eliminuar komplet të pjesën e Warrior, pra luftëtarit. Dhe kanë bërë një person të rëndom që unë zhgënjeva pafund aty, pavarësisht se Buu Saga ka një ndër karakteret e mi më të preferuar që është Majin Buuja. Është super karakter, karagjoz. Ai i vogli, Majin Buu Cherry. Ai ishte i frikshëm. Hit Buuja.
Hit buja, po. Jo dhe- hit buja, kit buja. Kit buja, E pra, po. Mos ta bëj kështu Kit gafë. buja dhe një teori tjetër që konsiderohet që nëse do ishte në turnament Of Power Saga. po mund të dilte fitues. Po, Ashtë kjo overpowered kjo ishte. kjo është shumë e vërtet. Gjithsesi, neve do vazhdojmë me dy sagat e tjera, vetëm pas pak do shkëputemi edhe një herë një moment Që dy tjetër. lëm të bëni pak pushim Po, me gjithë informacionet po, që se- morët. Jo kemi lodh kokën deri tashti. Po, se kjo pjesa e tretë është shumë e bukur. Qëndroni me ne. Shadow Clone. Përshëndetje, jemi përsëri këtu bashkë në pjesën e tretë. Ndoshta ju lodhemi çik kokën, po ne këtë punë kena. S'kena çmë po. Atëre, e kemi lënë tek Busaga. Eno, jam kurioz vlla. Cila ka qenë skena më e bukur për ty, domethënë tek Busaga? Skena më e bukur të Busaga që se harrojnë ndonjëherë është pjesa e Spirit Bombut, Spirit Bombut nga Goku që ja bën Kid Bus. Unë e kam pëlqyer ka shumë qenë Kid shumë Bun, intens. shumë intens. Ka ikë dhe zëri, domethënë, ka dhënë shpirti, kam bërti, kam omër dhe i drungat shtëpisë e bërtita, po ja vleti se fund fare fitum. Da, është- Fitum të gjithë, Po, fitum botën, po. Kur bënim Spirit Bomb dhe shtrëngoheshim, ata shqetësoheshin për ne. Thoshin po. çuni, sidomos kur ishim në banjo, thoshin çuni ka ngel kapsën. Çuni ka dhënë Që shpirti. dhonte Ai fëmia sapuni. nuk është mirë. Okej. Ka kaluar, ka dia. është një ndër pjesët, domethënë Busaga është ndër sagat më të ndjera të gjithë Dragon Ballit. Domethënë kalohet nga skenat e luftës brutale deri tek Pjesë skenat emocionale. më sensitive, domethënë, sidomos ajo kur ngort qeni, unë nuk e harroj. Që ishte me Satani me qenin, dhe bashkë buja, unë se harroj atë skenë sa të kemi jetë, sa kam qarë. Ka qenë ai androidi në flok portokallis, më këto. Po ba, ishte 16 e ka qenë tek është ajo që thash për Gohanin kur i shkel kokën selli, që Po pra, transformohet kam dysh. fjalën është ai momenti kur është i ulur Po. me ato kafshët të pyllit, Ka- aq i domethënë ka të dashur, aq i ndërthura. qetë. Po, për mua pjesa më e preferuar e gjithë Oh my God, Majin sa Buu cute. Saga ka qenë momenti kur ka qenë kapsula e madhe. Edhe futet Goku me Vegetën bashkë me Gohanin, edhe shkoi te skena e parë dhe ishte ky, i parë që do ndesheshin. Po, Edhe po. i thot ai, unë jam kundërshtari juar i parë, me këtë ndesham. Edhe ata që kthehen të tretë te njëri tjetri, edhe bën guri letra gëshë. Po, la shtin tek ka çift. Ke parasysh në një moment aty i shkomenja me shtin tek ka çift. Që po rrinte kështu. Du të rrafun, du të rrafun, me që çfarë mund të ketë menuaj. E kuptoti vëlla që atyre si u kanë një fare, Asnjëherë. e dini që do e rritin. Verior guri letra të gëshëra direkt, kur s'dihet i pari. Atëherë, përpos, tham pjesës që ka shumë mesazhe, ju kërkojmë edhe një herë shumë ndjesje për i përmbledhim kaq shkurt, por për shkak të minutazhit do na duhet t'i bëjmë skip ca detaje Detajeve. shumë, domethënë që normalisht gjithë i dim. Është koha për të folur për Tournament of Power. Kjo, për mendimin tim, e nxori Dragon Ballin nga një periudhë shumë e gjatë heshtjeje. Komplet, domethënë kishte ngel në ringjall. hije, doli Ultra Instincti valla. Domethënë doli herë turnamenti përgatitor, faza përgatitore, doli Goku Blu, doli Vegeta, domethënë doli Goku Blu, doli Goku God, me flokë Dolën kuqe. gjithë dolën. Domethënë Goku God, Kaioken, Po. Vjeta i Zeta. do bën transformimi doli Beerus i shumë në skenë, domethënë u dha një rëndësi shumë po shumë e madhe, domethënë transformimeve të reja dhe normalisht tërhoqën shumë po shumë audiencë. Dhe e bukura është që pastaj del dhe xhireni valla. Do të del njoni që i keni këto të gjitha, po unë tek po serioz, Ja, pa i- transformim. Një transformim që kishte ishte tek me Ultra Instincti. Po për zotin valla. Do të aty s'janit e hiç. Aty s'janit e hiç. Jam kurioz valla. Me të pyet kush ka qenë i preferuar te Tournament of Power? Realisht ka pëlqyer. Shumë. Me thënë drejtën, unë shiko, përgjigja Se ime je fan si Goku të din. në po. të gjitha këto do të them Goku, po e di ku është e bukur kur je fans nga fillimi deri në fundi një personazhi, është që në momentin kur del ai ti je me zemrën dorë. Po. Dhe je gjithmonë me Ke atë pjesë. frikë që mos. Se mos ma rref kush. Se çfarë do i boj. Po, ka qenë Këllçet droni ndahon, shu. Takatao. Kështu që nuk, domethënë çdo lloj personazhi ka qenë karakter në vete, ka qenë një kanë pas ato të bukura dhe thoya, "Ore pse ka ky personazh këtë dhe nuk e ka Goku?" Po.
Por që realisht unë jam gjithmonë dhe do mbetem fan si Gokut, nuk du t'ja di për tjerët, vllai, më vjen shumë keq. Ama thuj burrësh, ta kanë një çik ujshëm, kupton kur deshe Rafi xhirni aty momente. Me të thonë drejtën, momentin që Goku humbiste, humbiste betejat e tij, kanë qenë edhe momentet e mia si fëmijë më depresion, më të këqija. Dhe mendoja pse se bo bombën çoj durët lart unë tashi, pse se bo t'jap energji unë ty. Por që po sepse kur je fëmijë dhe shikon që superheroi yt ose personazhi që ti do bien në tokë, është çik mos tërbohu Goku, tërbohu. Xhirna i transformim të ri tash. Kjo është e vërtet, kur je shumë tifoz me atë personazh është e pamundur të shkëputesh. Domethënë, shpirtërisht ne jemi sa i Gomer sot, kupton? Dhe prapë kur na del në një skenë referohemi. Edhe Gomaric, na falni për këtë. Në marsh. Ty do të trajtojmë si vlla. Vllau jon. Okej. Domethënë, transformimet i dim dhe kush e fitoi turnamentin, e fitoi ai Androidi 17 me ndihmën e Frizës. Mirë, ajo është super skenë se harrova. Ajo ka qenë skena më e bukur, domethënë, nëse boni mu pyetje, ajo ka qenë, domethënë, Friza të ndihmoi. Po, lala, ajo ishte e papritur. Nuk ma priti mendja të dilte Friza, domethënë t'ja bëj, hajde një legenda, hajde që na vrau të gjithëve kë. Për zotin. Paska çik shpirt. Paska shpresë. Unë prita që do të rrathote vëlla. Dhe në ca momente e lyti bukur. Gela e tash mos lutem, vetëm Xhireni mos fitoj, a kupton, fitoj kushdo tjetër. Domethënë edhe backstory Xhirenit ishte shumë i dhimbshëm. Po. Më kujtu pak a shumë si tek Naruto, e ke parasysh pjesa e Nagatos, që i vran familjen, fiste, ç'a ishin gjithë si klan, e njëjta gjë ishte edhe me Xhirenin. Po, këto historikisht. Dhe e bukur është që ai prap kishte mbajtur anën e drejtësisë. Më kupton? Kjo ishte domethënë ai mund të ishte super villain vëlla. Domethënë me i kishte të gjitha kartat për të bërë një super villain dhe me të drejtë. Ai mund të ishte bërë dhe zot. Dhe për më tepër, dhe kuptoj ai kishte lënë vendin topos që të bëj God of Destruction. Që është një pjesë tjetër që i del Friza, unë ty të bëj kështu ashtu dhe del topoja që prisë jam kandidat për zot. Dhe po transformim. Sa kandidat për zot. Po pres vetëm votat, se jemi edhe në periudhë zgjedhje. Me 11 maj shpallët dhe topo, vjen apo s'vjen pushtet topo. Zoti i planetit 7. Okej. Alessio, moment of the truth, man. Oma, kena përgatiti quiz, domethënë, Mau e ka përgatiti quiz se un kom ca pyetje kështu bombastike. Kupto? Je bir, Oma. Apo kemi ndonjë kurreshtë tjetër Mau? Në fakt, Dragon Balli, duke patur parasysh që kam pak më shumë se 40 vite në treg, kuriozitete ke pafund teorike. Më nëse kena një gjë më speciale, kuptoj. Ne gjë që të na lesh me goj hap më. Ha, se gjithë e dim, po s'ka gjë. E bash. Okej. Mund të them për shembull faktin që Super Saiyan, që u bën me flok të verdh, nuk u bë për shembull për t'i bërë një ndarje. Po, e kuptoj. U bë vetëm për shkurtim kohe. Ka të pruj çik të verdh, vlla. Unë thashë se mos ka pa në femër ai bjondi ka pëlqy. Do të kopjoj, do të fusë. Po jam bardëzi, normalisht. Jam bardëzi. Po, dhe që të mos lodheshin për ta ngjyrosur. Zote lale. A kishin ashtu të bardh. Pastaj kur habituan në ngjyra u bë verdh. Ja, do them edhe unë tash një kurreshti, që unë e kam lexuar para pak kohësh, më kupton, që fjala Saiyan, më korrigjon nëse jam gabim, më kupton se ti je më mbrëmësi të informacioneve eksakte. Unë ti mëson kam teori, po. Unë mësoj, lexoj. Ti je me 10 këtu. Fjala Saiyan, domethënë thjesht ishte ndryshuar, domethënë ishte kthimi mbrapsht i një fjale. Fjala Saiyan vjen nga fjala Yasai. Okej. Është një lloj, po pra. Nuk e mbaj mend se si quhet, por është diçka që përdoret për t'i ndryshuar vendet. Okej. Shkronjave brenda një fjale. Po, kuptoj. Dhe këtë bëri Toriyama, mori fjalën Yasai nga japonishtja që do thot perime në shqip. Po pra, kuptoj perime. I ndryshoi vendi shkronjave dhe u mori emrin Saiyan. Goku Warrior Confirmed. Dhe të gjithë emrat e Saiyanëve të pasur me gjatë të pastër
emrat në Shqipi kanë janë E kishin perime, janë Hasan. tipa perimesh. Sallat Në Shkodër i thonë Zorzavode. Veçita, perime. Po. Radis është rep. Qa është më? Rep. Jo, kjo është e Unë e di frikshme. që është rënjë. Kjo është e frikshme. Po pra, repe. Rep, okej, se këtë e dia. Edhe shumë të E kemi tjerë. debatuar bashkë. Mos vazhdo më tej se do na prishësh gjithë atë që kemi ndërtuar. Ne Usajani Të lutem, konsiderosen ai. mos na Kam edhe një të fundit, një Ha, informacion shumë të shkrepe. bukur që Stefani. besoj se do ju. shkrepe. A dini juve pse ka emrin Kamehameha? Ajo bombë kështu. S'ka mo, do më kallë s'ka. Duke ti unë, jep drejtim. Jo, Toriyama ka marr emrin, I ka morë. e ka marr, e Po, ka marr. ai doli krye hajdut, na fal nëse po na shikon. Na e boha E ka marr emrin Kamehameha nga mbreti i parë hawaian, Mhm. Kamehameha i parë. Sala. Po. Dhe kjo është arsyeja përse ai e shfaq mjeshtrin roshi atë perversin e pervers. drejshit. E shfaq Ai është më danosi, me një këmish hawaiane në një ishull Fik. të vetëm. Fiks fare. Si roshi përfundofshin Shiko, nuk ishte ashtu siç mendon ti se ishte vetëm nishull. U largu nga Ja më vlla kishte Gokun që i sillte perime për ditë. I sillte ka një perim të freskët për ditë atë. Një kështu brune, një blu, një të kuqe, një të verdhë. Roshi Danoçi. E niste roshi për t'i bler Imagjino cigare. ta që- ta çosh roshin Edinte pra blok. dhe roshi se kë kishte për Di se ku investon ai, ishte plak i mendshëm. Okej. Quizin jemi në një rubrikë shumë speciale. Kemi një quiz që e përgatisim për të ftuarin. Dhe Alesio erdhi ora e gjykimit. Te quizi merret Maui. Kupto, pastaj e ke me mu. Shiko kur folëm nuk më tha gjë për këtë. Ka problem. Ka gjë, i tregojmë. Surprise. Okej, Merak. jemi. Tek pyetja e parë. Mhm. Radisi është e para, mjeshtri, e dyta, babai, Mhm. e treta, vëllai i kujt i Gokut. Oh. Cila për këtyre është radisi për Gokun? Mjeshtri, babai apo i vllai? Vëlli. Vëllë. Okej, e nisëm but. Një pikë. Tash ti do më pyet për familjar. Goku personazhi ti preferum. Okej. Çfarë kanë të gjitha sferat e dragojit brenda? Ma mirë, kja është pyetje Ma kështu. prit një Këtë do ta kisha vaj. bot parën. Ça kanë gjithas numra. Shumë e vjesh. Gabim! Okej. Kristale, yje apo dragonj? Yje. Ishte shumë e thjeshtë, apo ta bëjmë me warm up. Do të mash të shkencor për këtë punë. 2-0, jepi. Çfarë i dha mjesht të roshi Gokut si shpërblim pasi shpëtoi breshkën? Pantallona, ren fluturuese Nimbus. Ren. Mbylle tash ren po të Ta them. kisha thon 3. 3-0, hajde. Goku humb një luftë me cilin luftëtar të universit 6. Kaulifala, Qa ishte kjo? Kaulifa, moj. Kaulifala, o. Kabibi. Kabibi. Kalat bot fala. Të kupton? Kaulifala. Kaba apo Hit? Goku supas hier. Atish. Jepi se ka hum. E ka humb. Me kë e ke? Ka rëshkiti çikaron tok po është çu prap. Për mu nuk ka up. Ha. Jepi. Kush është? Bom. Hiti? Hiti. S'du me pranu, nuk du po. Okej. Me kë po lufton të Goku kur shkon për herë të parë në Ultra Instinct? Me Jiren, O zot ka. Kefla apo Ribriana? Shikimi Alesës është me vërtet këtë pyetje. Okej, ha? Sigur më tha 3 pyetje. Ja, nuk e di unë, ajo. Se man men? Ja. Seriozisht e ke? Tash i do dorëzohem edhe unë. Ja. S'ka mundësi. Vërtet se moment? Kifla. Kifla? Jo. 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 Me xhiren. Po thash Jiren. Xhiren Ua, më bro. edhe isha tu menduj isha tu thonë njërë, ta bëj kështu i herë Ishte- sikur s'di që. Ishte transformimi era para për në Ultra Instinct. Që është ai momenti që sa të del ajo, tornadoja. Po s'bëhet Ultra Instinct Është- kur bashkojnë ato të dyja bashkë. Jo. Aty e ka përvetësu Ultra Instinctin, kupton? Pra që mund ta përdori prap.
Po është ultra instinkti pa përsosur. Plago isha Ishte gabim. jo, thash Ka po mat. ta bëj një herë kështu. Pranoja. Se pranoj. Pranoja. Goku Okej. fito gjithmonë. Dhe pyetja e fundit. Ah, Kjo është pasim me edhe një spec. fundit, ha. Kjo është me spec. Dëgjojeni me vëmendje. Sa të rënda ishin peshat e stërvitjes së Gokut përpara se mjeshtri Kaoshin I Jugut t'i ndryshonte ato, gjë që e detyroi Gokun të shndërrojë në Super Saiyan. Okej. A. 25 ton, B. 40 ton, të 8 ton e fundit. E frikshme. Loj me tonazhe të rënda në këni. Turbo. Jepi bro. 8. E gjeti? E gjeti? Thuj për zotin që i rej Ja, e qylit. gjeti apo jo? Se thoni ju? Unë them që e gjeti. Ja. Edhe dhe ti që e gjeti. E gjeti? I fordje. Lali, I rej Mund qylit. të duket e I rej çuditshme qylit. për shumë ju që po e dëgjoni, por po ja them edhe një herë, sa të rënda ishin përpara sa. Po sepse I thot pasaj. Shiko, Ça unë speci jom kishte një kjo. person që I pëlqej shumë specat, kështu që faleminderit I teti. hapër mjes kë. I hapër mjes. Ta në kyna. shohim sa të pëlqejnë këto specat e Arlinit. A, Jepi që Arlinës. ashim, Tani e Kupton frikshme. të vej kështu në Vetëm ura pyetje të matematike rënd mos na bë. të turbolt. Jepi Arlin Turbo. Unë do të bëj një loj. Më kupton që ta morin vesh I çik. E morën vesh që ke Gokun preferon, po në krahasim me të tjerët. Se e di që ke në ca të tjerë kështu si të preferon. Ore, kemi dhe. Po tani si mirë butshëm. Midis Goku. Britanisë vllazën fiksove. Okej. Piccolo apo Tien Shinhan? Piccolo. Piccolo. Po. Okej. Piccolo apo Vegeta? Vegeta. Vegeta apo Majin Buu? Majin Buu, le ta themi në gjitha transformimet e veta. Si ta dush ti? Po e përmbledhin domethënë Majin Buu. Prap zgjidh Vegeta. Vegetën? Okej. Vegeta apo Cell? Eci prap me Vegeta. Me Vegetën. Okej. Vegeta apo Topo? Ai që bëhet gatë është I përzjedhje. Kandidat. Po, Ah, që Kandidati për zgjedhje. Vegeta prap. Vegeta. Po. Okej. Shiko, që ta dish nuk Ne. po I zgjedh kush është më I forti, po I zgjedh Sipas preferencës. Preferenca ime shkon për Vegetën. Okej. Vegeta apo Goku. Jo valla çka ke? Ha. Vegeta apo Beerus? Ja s'do nuk e ndaj. Nuk e da. Vegeta apo Broly? Unë e di që të zgjedhë, po që të zgjedhësh ti. Brolin do e ndroj. Ta haj zemrën. Ta haj zemrën. Ishte Këtu më rënd. knoqe, këtu më knoqe vllau. Mirë, jam. Broly apo Hit? Po çap. Kush? Është super karakter. Ja. Edhe Time skipping. Edhe Brolin prap. Brolin. Pse do Mirë, ta zgjedhësh? Brolin apo Kikin? S'ka gjë vlla të kuptoj këtu. Edhe sigur. Shiko, Se unë bëj shaka. Oh, Okej. Ma zgjidh. Kikin më vlla. Gjithë dum një kiki. Ta kishim I Kiki një herë. Sikur. E, Sikur. Po shoni çuna se pastaj ndryshojmë komplet Po, 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 emisione po, edhe po, po, gjitha po, këto. po, Kështu që Sot do flasim për tash kiki. Gokun kur do e nxjerrësh ti se ato po preson. Ha, do zgjedhësh Kikin. Ha? Hajde, se bëj shaka. Broly apo Goku? Dhe kota themi këta shi pa hajde. Shiko, e di cila ishte skema që po përdorja unë. Thash, të zgjidh vetëm Vegetën. Që ta vesh kokën kokën. Që ta vjen kokë prej notit. Edhe Edhe prej notit ta se do thoshe ky lese, ky po bë kështu sikur ashtu. Dihet Ti do të më fuzësh në kurth më në podcastin tem? Dihet më shiko, daj. unë e shpreha veç unë jam shumë fan si Gokut dhe dihet që domethënë ra çik kështu Kiki apo Goku. Po, Dihet që unë precis, zgjedh Gokun. Po themi për Por po Broly. të kishte rënë. Po të kishte rënë Vegeta Goku prap do isha mendu. Vërtet? Realisht. Në Zena se qindrat e besova. sekondit do isha mendu, po do zgjidhja prap Goku. Ka diçka interesante te Dragon Ballit. Të gjithë e kemi nisur duke pëlqyer Gokun, por në fund fare kemi dhe kuptuar Vegetën. Po. Shiko, historitë Ishte llafi po. Jo, duhet E kemi kuptuar se duar pastaj që- varet se kush pëlqet e Gokun ka pëlqyer dhe Vegetën, por shumica e ka kuptuar të paktën Po, Vegetën. po. Do mos Jo, ku unë rritesh. do thoja nga të gjithë personazhet, Vegeta është I vetmi që ka patur një lloj transformimi, jo vetëm si
domethënë tash po si Po, karakter. Ndonjë formë domethënë 180 gradë. Po. Gjatë gjithë asaj Çdo lloj vetëm personazhi kanë ka ndryshuar. histori shumë të bukur dhe histori shumë të dhimbshme. gjithë Sidomos animet japoneze. Shumë. Por që po marr rastin e Dragon Ballit, të gjithë kanë një histori shumë të dhimbshme, gjysmës mund themi i kanë vdekur prindrit në luftë, sa të tjerë nuk i kanë njohur. Janë ca histori që po ti mendosh janë Një humor i zi, domethënë më kanë vdek prindrit, ndërsa më kanë vdek prindrit e gjysh. Fitore. E fitoi dy direkte me fare. Unë një tim si kam njoft fare. Pra, Më falni sepse unë jam specializuar për komedi të zezë në shkollë. pra e morën vesh vllai, je fan si Goku dhe s'kemi që t'i bëjmë mo. Nuk të kot sa me ta zjat, kupton se do them dhe i të fundit. Goku apo Grand Zeno? Tani. Ama mirë tash. Mirë, okay. Goku. Mirë, okay, me Gokun e mbyllim edhe E mbyllim për këtë momentin me episod Gokun. të parë. I faleminderit shumë Alessio, shumë faleminderit Çukim, je fantastik. Shumë faleminderit për ftesën, ishte realisht kënaqësi shumë e madhe dhe duhet të them edhe diçka, është një nder për ju. Po, për ne. Më kanë thirrë edhe në podcaste të tjera, po realisht ky është i pari që unë bëj. Supreme, falenderojmë Kështu shumë. që ta keni për nder. E kena. Ta Shumë dini. faleminderit Sa vëllai. kemi po me Kena. kom të marr. E kena shumë për ne. Unë duroj shumë sukses në projektet e tua të tjera. Shumë Na faleminderit. fto edhe do të të vim. Se na ke ardhur. Pa Inshallah, ka shku dhe kjo si fundas mas. Tamam. Okej, ne do ta mbyllim edhe për këtë episod të parë. Ju lutem na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe TikTok, që i keni në emailin, në rrjetet tona sociale, gjithashtu dhe në kanalin ton të YouTube-it, Shadow Clone. E vetmja faqe zyrtare për këtë podcast. Gjithashtu, mos kujtoni se thjesht do ketë vetëm këto lloj surprizash. Kemi edhe një grand prize në fund të këtij sezoni për të gjitha ata fansa, domethënë ta animeve dhe ndjekësit tanë më besnik, do të kemi një grand prize i cili është do të bëjmë një anime të dubluar vetëm me zërat tuaj. Pra, na ndiqni dhe kujdiet, Po të mund të jeni ftuarit- edhe ju pjesë të ftuar në këtë podcast, sepse nuk do të kemi vetëm të famshëm, por edhe njerëz të tjerë. Kështu që na ndiqni se do ketë surpriza gjatë rrugës. Nga unë Arlini, miropafshim. Miropafshim. Pafshim, durët lart japim energji Ja ka Goku. Shadow Clone.